Edi Rama ka filluar merkaton të PD-ja. Po merr, po themi ish deputet Partisë Demokratike, antar të kryesisë, po i emëron në poste shtetërore. Mos është tregues ky që Berishës po ikën Partia Demokratike nga duart. Se duket ty kjo? No comment. Se të shje more vërgjë, iku e punë, maroj. Iku e punë. Iku, po pse? Ka një arsye? Është politikë Rama që më reonë. Rama po e fut në 12 krahë do t'i. Merë deputete, merë drejtore, merë. Iku e. Nëse kur t'ja ti marrë veshje me styre fshet dhe me zdim gjë? Është një hipotetë. Edhe mundet. Ato jenë të usha njën i tjetëri ditë e natme. Berisha duhet prej dekadësh të jetë e dorëheqje të larguar. Pse s'ka kuptim. Mosha e bërë të vetër. Në të mund të rjeri gjithmonë. Ndoshta nuk e di. Në gjatë është këtë forda që më lëku është i... Është forda? Është forda. Po këto që po them po ndodhen. Ndodhen, po unë se besoj. Me thonë të drejtën, a gjënë të mirë që i seleksionohu, o mërë dhe që ka mërë të mirë atje, o mërë dhe këtyre dhe ato i leje atje me të radari Saljani me ato me tjerë. Mos po ikën PD-ja Berishës nga durët, se Rama po ja merr. Po kanë kohë që i ka ikur PD-ja Berishës se burr. PD-ja marroi punë. Mos është tregues ky që Berishës po ikën nga duart Partia Demokratike? Berishës i ka ikë me kohë, po e majnë vetëm i pjesë që ka kështu mot pagumi të i. Dëgjoj, jetojmë një realitet demokratik. Tjeti do zgjidhë aty ku dëshiron, aty ku e shikon më mirë. Pra shikon që aty s'është më... Jo, nuk e them atë sepse ndaj është një fuqi e rëndësishme në strukturat e shtetit shqiptar, pavarësisht se nuk është në detyrë, nuk është në shtet, por është e nevojshme që e dhaj. Po PD-ja ka një elektorat, ka disa votues, mos është dhe një lloj tradhtie kjo dhe ndaj votuesve? Që nuk votoni mua te PD-ja pasi unë shkoj diku tjetër apo s'ka lidhje? Ja, ma nuk ka lidhje, ka interesa. Interesa. Pra ky është problemi që ka politikanë që vënë interesat. Po sigurisht pragmatizmi është më shumë se sa ideali. Po punove mirë, po sa shumë, po nuk ecën punën mirë, do shkosh ke drejt patjetër se ky po ecën, po punon. Ky po ecën, po punon mirë, në gjitha drejtimet. Duket se një lloj merkato. Gjitha drejtimet që blen nga një ekip tjetër. Jo, në merkato është në krahun e PD-s, me fjalë, nuk është në krahun e PS-s. E kuptova. Po sot çu është jeta? Ku jeta është bërë interes? Ku ka interes shkon?